Sali Berisha, i pyetur nga gazetarët për Ervin Salianin, deklaroi se antari i kryesisë së Partisë Demokratike ka kaluar vijën e kuqe duke bashkëpunuar me të fortët e Elbasanit. Nuk kam bërë dhe nuk bëj kompromis me krimin. Kur nuk kam bërë dhe nuk bëj kompromis me krimin. Dhe në qoftë se ndjek këtë betejë, pavarësisht nga çmimi që ka patur, kam bindjen më thellë se ka qenë dhe është veprimi më i drejtë. Vija e kuqe e Sali Berishës është ndarse bashkëpunimi me krimin. Që një antar i kooptuar i kryesisë dhe antar i Këshillit Kombëtar të organizojë me Suel Çelën, kriminelin më të rrezikshëm të Elbasanit, kreun e njërit prej karteleve më të fuqishme në Europë, takim, kjo është absolutisht e papranueshme dhe kur nuk mund të kalojë. Në këtë kontekst, ai që nërmerr një veprim të tillë, ai të i kalon vijën e kuqe dhe ai është përgjegjës për vetën e tij. Nuk takimi që thoni ju, kemi patur informacione, jo një, po disa, të cilat pohojnë që Suel Çela ka qenë organizator në hije kryesor i takimit. Përshëndes të gjithë drejtuesit e Partisë Demokratike të Elbasanit, strukturat e saj që e bojkotuan me neveri një takim të tillë. Më herët gjatë konferencës për shtyp, kryetari i Partisë Demokratike deklaroi se grupi parlamentar do të kërkojë mbledhjen e parlamentit për të shqyrtuar kërkesën e SPAK. Si udhëheqësi i reformës drejtësi, udhëheqësi i vjedhjeve më të mëdha në historinë e Shqipërisë, lat kuptoi se ai nuk do t'i heqë imunitetin, se nuk do veprohet si raste tjera, po tani do bëjmë një analizë të thelluar për të shpëtuar menderën e tij. Berisha zbardhi disa nga përgjimet që janë publikuar në dosjen e hetimeve për ish-drejtorin e ARSH-s.